Ju përshëndes dhe unë me hirin e Zotit tonë Jezus Krisht dhe me dashurinë e Perëndis të gjithëve, që është edhe vllai që unë kam mungur për disa kohë, për arsye që nuk është nevojë që të themi, por Zoti na dha mundësinë përsëri që të jemi midisjush. Pra të parë, do të sjell falet nga mamaja ime, që është në moshë madhore. Lutenin për te, Reshmiko, e ka emrin. Është dhe ajo në periudhën e punit jetës saj, nuk e din, si kur Zoti do ta therasim, por atë që më tha, bëjt fala shumë vëllezërve dhe motrave të kishte. Sigurisht i ka qik probleme me kujtesën, por them siç më tha, nuk e dijem që vllai do më vendoste të flisem, që ta silem këtë mesazh, sepse harrova që ta shkruajm, por Zoti është i madh dhe i di atë që kemi nevojë. Dhe po ja u transmetoj. Luteni për atë që Zoti ta mbajë mirë, sepse është, siç e thash, më është madhe. Ka besur, është pak zur me frymë me shenjtë. Por që për ditë, thotë, më tha që të luteni që Zoti ose të më shërojnë ose të më marrin, sepse sëmundja që ka Koron me fjallë, nuk jeton do të pa ilacet që në bënë çdo muj. Ftet, lutëm për atë. Që Zoti ta marrin më shumë, atë kërkojmë gjithë, sepse vitet këtu, sa do që t'jenë janë të pakta. Sa do që t'jetojnë janë të pakta. Edhe me vujtje. Këtë tha Jakobi, që vitet e mia tha janë të pakta dhe të vështira. Edhe për neve këtu në këtë botë vitet janë të pakta dhe të vështira, për gjithë secili. Në këtë botë jemi gjithë kalimtar, por falenderojmë Zotin që e kemi njohur emrin e Tij, më saktë na ka njohur Zoti jon Jezus Krisht dhe na ka ftuar gjithëve që të jemi popull i Tij. Një ditë të shikojmë fytyrën e Tij, dhe si sa dhe vëllezër, të jetojmë me atë në përjetësi, sepse Zoti na ka ftuar në gostinën e Tij, në dasmën e Birit të Tij, dhe duam që ta përjetojmë atë gjë. Të jetojmë me Zotin tonë Jezus Krisht, të jetojmë në përjetësi. Kjo është ajo që gjithë secili nga neve duhet ta kuptojmë, sepse për ku jemi, për ku shkojmë, për çfarë jemi në këtë botë. Vëllezërit të thanë që Zoti është afër, si ta vëlla Arbeni, Zoti ta bekojnë në të, dhe gjithë kishën këtu ku jemi, dhe gjithë kishën ku shërbejmë punëtorë të Perëndis, sepse kisha e Zotit është një, bariu jonë është Jezus Krishti, shpëtimtari jonë është ai. Ai na ka bërë me gjakun e Tij dhe na ka dhënë të drejtën që të jemi bitë Perëndis. Lavdi Zotit tonë Jezus Krisht. Faktikisht, pak vargje dhe në lexoja, nuk do të marr shumë kohë dhe unë, por atë që Zoti vendosi, në fillim të lexoja, tek Ungulli sipas Markut, nuk e di, janë gjithmonë nuk vendos. Mos themi më saktë që nëse do më qartë vëlla Andrea, po mos më kishte thonë mamaja ime që do i thosh të fjalë përpara kishës, do i thosha vllai që nuk jam gati të flas prasë gjë. Më them përpara Zotit sepse Zoti është dëshmitar. Por me kjo se mamaja më dha këtë porosi, i luta Zotit, nëse ti o Zot do që ti them të fjalë, vllai të mbret. Edhe Zoti më dhosë edhe disa fjalë që ti lexoj. Tek Marku kapitulli 8, nga vargu 34 deri në fund kapitullit. Pastaj thiri pranë vetes turmën me dishepujt e vet dhe u tha: kushdo që don të vi pas meje ta mohojë vetveten, të marrë kryqin e vet dhe të më ndjek, sepse ai që don të shpëtojë jetën e vet do ta humbas, por ai që do ta humbas jetën e vet për hirin tim, tek Marku thashë, nëse nuk gaboj, kapitulli 8. Sepse kushdo që do të shpëtojë jetën e vet do ta humbas, por ai që do ta humbas jetën e vet për hirin tim dhe për ungjillin do të shpëtojë. Çdo bit do të ketë njeriu të fitojë gjithë botën, nëse më pas
do të humbas shpirtin e vet, ose çfarë mund të jap njeriu në shkëmbim të shpirtit të vet. Sepse kujdo që do të vi tur për mua dhe për fjalët e mia në mes të këtij brezi kur rorëshkelës dhe mëkatar, për ata do të vi tur edhe birit të njeriu kur të arrijë në lavdin e atit të vet me engjëjt e shenjtë. Pastaj u tha atyre, në të vërtetë ju them se midis jush që jeni këtu, ka disa që nuk do të shijojnë vdekjen para se të shohin të vi me fuqi mbretëria e Perëndis. Amin. Lavdi Zotit. E falenderojmë Zotin për fjalën e tij, nga fjalët e Zotit tonë Jezus Krisht. Edhe atë që dua të them, do ta nis në vargu i fundit, që neve jemi ky brez. Që nuk të shikojmë, unë jam i bindur, e kam thonë shumë herë, nëse Zoti nuk do na thorrasin me thirrje personale, që ky brez që jemi këtu, nuk do ikim para se të shikojmë Zotin tonë Jezus Krisht vin nga qielli. Lavdi Zotit. Këtë dëshmim ka vendosur Zoti dhe jam i bindur që do ta shikojmë neve Zotin, do ta dëgjojmë neve borjen e Perëndis, do ta dëgjojmë neve zërin e kryejëngullit, duke thënë ejani, sepse gjithçka është gati. Është ajo dasma e madhe, të lexojë vllai pak më parë. Gostia e madhe. Shumë herë, për arsye të ndryshme, gjithë kemi nevojë dhe largohemi, por asnjëherë Zoti nuk na braktis. Zoti na shikon nga larg, kujdeset akoma, sepse ne që Zoti na ka ftuar, na ka thërritur me emër, ka shkruar emrat në librin e jetës, nuk do që asnjë nga ne të mbasi. Por të shikojmë lavdinë e tij. Një ditë të jemi në gostinë e madhe të Perëndis që ka përgatitur. Lavdi Zotit. Nuk do të kemi turp që të dëshmojmë emrin e Zotit tonë Jezus Krisht. Nuk do të na vinë keqe, sepse nuk kemi mjeran, nuk kemi të varfër, nuk kemi atë qellor që është i pasur. Që na ka blerë sa vllai me një çmim shumë të shtrenjtë. Me gjakun e tij, lakë kryqin e Golgotës, me gjakun e birit të Jezus Krisht. E falenderojmë Zotin, jemi mirënjohës. Duhet mos ta humbasim të ftesë që Zoti na ka dhënë. Kemi të gjithë ftesën në dorë tona, që Zoti na ka dhënë për të qenë pjesëtar në dasmën e birit Perëndis. Dhe do të përgatitemi gjithë që këtë ftesë që kemi marrë mos e humbasim, por ta harrojmë atë ftesë që jemi të ftuar në dasmën tonë, sepse nuk mund vjen çdo kush në dasmën i paftuar, pa marrë këtë ftesë, pa e pranuar ftesën. Sot keni dëgjuar që kur ftoj, bëjnë dhe atë thot, konfirmoje, do vish. Marrën në telefon, do vish në dasëm. Çfarë do themi, nuk do vi? Do vi. Dhe ne do ta konfirmojmë. Themi që jemi të ftuar në dasëm dhe do marrim pjesë. Është dasma e fundit që do përjetojmë. Kisha bashkë me Zotin Jezus Krisht dhe nuk do ketë më ndarje kur, nuk do ketë më largim. Nuk do kemi më nevojë të dëgjojmë këtu vëllezërit, sepse do ta dëgjojmë zërin e Zotit tonë Jezus Krisht gjithmonë dhe do ta shikojmë atë gjithmonë. Do jemi ballë për ballë me atë. Thot Apostoli Gjon, tani jemi bitë Perëndis, por akoma nuk e dim se çfarë do jemi. Por kur të shfaqet ai, do jemi të ngjashëm me të, sepse do ta shikojmë atë ballë për ballë. E shikojmë sot nëpërmjet fjalës së Zotit dhe besojmë sepse fjala e Zotit është po dhe amin. Nuk do të themi, mbase është ndryshe, nuk ka ndryshe. Po dhe amin është fjala e Zotit. Dhe ato që thot fjala e Zotit janë po dhe amin dhe çdo gjë do realizohet.
tha dhe vllai, gjithë ato që janë shkruar në Bibël, po ju shikojmë me sytë tanë. Dhe ne jemi dëshmitar këtyre ngjarjeve. Po shikojmë çdo gjë që siç është shkruar në shkrimin e shenjtë. Diskutojmë ndonjëherë me njerëz që janë botë, që çfarë po ndodh? Çfarë do bëhet? Në shkrimin ta themi hapur me Izraelin, do shkatërrohet, nuk do shkatërrohet po Izraeli. Sepse është populli i Perëndisë që kanë zgjedhur Perëndia. Po në anën tjetër jemi dhe ne, populli i Izraelit, Izraeli frymor, që Perëndia na ka shpëtuar me anë të hirit të tij, sepse jemi të shpëtuar në fjalën e Zotit me anë të hirit dhe me anë besimit, që ne kemi pranuar Jezus Krishtin, që është shpëtimtari i botës, është ai që erdhi këtu në tokë, mori trajt njeriu, u bë shërbëtor, i bindur të deri në vdekje, deri në kryq, dhe për të Perëndia e bëri sot të shpëtimtar gjithë botës. Sot Perëndia nuk është vetëm për popullin e Izraelit, por për gjithë njerëzimin. Dhe shikojmë sot në shumë kisha, si dhe në Greqi, që kemi vëllezër, akoma dhe nga Gaza. Atje për shikojmë njerëzit vriten, ose nga vendet muslimane, që shikojmë, ose dhe nga populli i Izraelit akoma, që akoma nuk e pranojnë Jezus Krishtin si shpëtimtarin e tyre si Mesia, e presin që të vinë, por ne nuk e presin Zotin që të vinë përsëri si shpëtimtar, e presin që të vinë si sundimtar, si mbret të mbretërve. Sepse tha, mua më çdo çdo pushtet në qiell dhe në tokë. Lam të Zotit. E falenderojmë Zotin, që neve kemi pranuar Zotin. Erdhi në jetën tonë, trokitin zemrat tona, e pranuam dhe nuk do të të largojmë më nga ai. Por ti themi amin o Zot. Duam dhe ne kemi bitë tu, të zgjedhur të tu, shikojmë lavdin që ti ke përgatitur. Kemi dhe ne si Simoni, që na thot fjala e Zotit kur i shtyr nga frymë e shenjtë vati në tembull dhe mori në krah, Zoti Jezus Krishti ishte i posalindur, e tha tani o Zot, lejo që shërbëtori të shkojnë paqe. Ti ikim paqe, sepse sytë e mi e pa shpëtimtarin tonë që ti përgatite që nga krijimi i botës. Ti Zotit, ai është shpëtimtari jonë. E pranon që është shpëtimtari jonë. E pranojmë që është shpëtimtari jonë. Do ta shikojmë një ditë. Sot e shikojmë në shkrimin e shenjtë. Dhe themi amin. Po një ditë do ta shikojmë ballë për ballë. Amin. Zotit na bekojmë, të bekojë dhe ju gjithëve dhe lutuni, siç thash dhe për të gjithë ne. Amin.